Pavarësisht ngecjes së tregut për shkak të rivlerësimit, çmimit në tregun e pasurive të paluajtshme u rritën me 28% gjatë vitit 2025. Edhe pse më e ulët krahasuar me 2024-ën, kjo rritje mbetet domethënëse, e nxitur kryesisht nga investimet në zonat bregdetare. Në tregun e pasurive të paluajtshme kemi patur një rritje të çmimit të mëtejshme, por ritmi i rritjes ka rënë krahasim me një vit më përpara. Dhe besojmë edhe fal masave që ka prezantuar Banka e Shqipërisë. Në tërësi, gjendja e sektorit bankar në këtë mjedis gjithashtu është zhvilluar pozitivisht. Në raportin e stabilitetit financiar për 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë thekson se vendi mund të përballet me një valë të re rritje të çmimeve, e ndikuar nga pasiguritë në ekonominë globale. Ndër faktorët kryesor përmenden politika tarifore të administratës së Donald Trump dhe tensionet e vazhdueshme në lindjen e mesme. Zhvillimet ndërkombëtare kanë qenë përgjithsisht ato të pritshme, normat e interesit kanë ardhur në rënje. Megjithatë, pasiguria ndaj politikave të tregtimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, si dhe tensionet gjeopolitike kanë ardhur në rritje, sidomos në fund të periudhës. Në Eurozonë, ekonomia u rrit me rreth 1.2%, ndërkohë që inflacioni rezultoi pranë objektivit të Bankës Qendrore Evropiane. Sa i përket sektorit bankar, raporti nënvizon se ndonse janë ndërmarrë masa më shtrënguese për kreditimin dhe bankat e nivelit të dytë, në praktikë kreditdhënia gjatë periudhës korrigjator të vitit të kaluar ka vijuar të rritet, e nxitur kryesisht nga kreditë për blerjen e banesave.